8 shenjat sekrete, shtëpia jote tashmë tërheq pasuri. Përshëndetje e dashur shikues. Sot do të zhytemi bashkë në botën misterioze të Feng Shuit, ashtu siç na mëson mjeshtri Lin. Ai na tregon se shtëpia jon nuk është thjesht mure e çati, është një enë e gjallë, një magnet i fuqishëm që mund të tërheqë pasuri, bollëk, lumturi dhe energji pozitive. Nëse këto 8 shenja shfaqen në shtëpinë tuaj, urime. Ju jeni në rrugën e duhur drejt një jete të begat. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le t'i zhbllokojmë një nga një me dashuri dhe detaje që secila të preket thellë në shpirtin tuaj. Shenja e parë, drita natyrale dhe qarkullimi i ajrit, dera e parë drejt energjisë yang. Imagjinojeni këtë, dielli i mëngjesit hyn butësisht nga dritaret e mëdha, duke puthur çdo cep të dhomës me rreze të arta. Kjo nuk është thjesht dritë, është forca vitale i yang që zgjon shtëpinë nga gjumi i dimrit. Mjeshtri Lin thotë se një shtëpi e errët e mbyllur mban brenda vetes energji të vdekur, si një liçen i ndenjur që nuk reflekton qiellin. Por kur hapni dritaret çdo mëngjes dhe lini ajrin e pastër të rrjedhë lirshëm për 15 deri në 30 minuta, ju ftoni energjinë e re, të freskët, të hyjë si një erë pramverore. Kjo energji sjell ide të reja, mundësi pune, para të papritura. Nëse dritaret tuaja janë të pastra, perdet të lehta dhe dielli hyn pa pengesa, shtëpia juaj po thërret bollëkun. Provoni ta bëni ritual çdo ditë. Hapni dritaret, merrni frymë thellë dhe thoni me zë, mirë se erdhe, energji e bollëkut. Do të ndjeni ndryshimin menjëherë, dita juaj bëhet më e lehtë, mendimet më të qarta dhe paratë sikur gjejnë rrugën drejt jush më shpejt. Shenja e dytë, pastërtia dhe organizimi, pasqyrë e mendjes suaj të qetë. Rrëmuja nuk është vetëm pamje e keqe, është bllokim i madh i rrjedhës së energjisë. Mjeshtri Lin na kujton, çdo send i panevojshëm është një pengesë për fatin tënd. Imagjino një dollap plot rroba të vjetra, të palara, që nuk i keni vënë prej vitesh, ato mbajnë energji të vjetër, të rëndë, që ju pengon të ecni përpara. Kur pastroni, organizoni, hidhni atë që nuk ju shërben më, ju krijoni hapësirë boshe. Dhe në Feng Shui, hapësira boshe është vendi ku hyn bollëku. Përdorni aroma natyrale, disa pika vaj portokalli në difuzor ose shkopin kanele që digjen ngadalë. Aroma e ëmbël e portokallit tërheq pasuri, ndërsa kanela ngro ambientin dhe aktivizon elementin e zjarrit që sjell sukses financiar. Kur shtëpia juaj shkëlqen nga pastërtia, mendja juaj qetësohet, ju bëheni më krijues, më të sigurt në vendime. Dhe kur jeni të tillë, mundësitë financiare vijnë si lumë. Pra, sot merrni një qese dhe filloni. Çdo gjë që largohet bën vend për pasuri të re. Shenja e tretë, mirësia dhe bujaria e pronarit, energjia më e fuqishme magnetike. Shtëpia është pasqyrë e shpirtit tuaj. Nëse jeni njeri që ndihmon pa pritur diçka mbrapsht, që jep me zemër, që buzëqesh sinqerisht ndaj të tjerëve, shtëpia juaj rrezaton një fushë të ngrohtë, të artë. Mjeshtri Lin thotë, bujaria është moneda më e vlefshme në botën e energjive. Kur ndihmoni një fqinj, kur ftoni dikë në darkë pa llogari, kur dhuroni atë që nuk ju nevojitet, ju krijoni një cikël karmik të mrekullueshëm. Universi ju kthen mbrapsht atë që i jepni, por me kamat. Njerëzit do të vinë tek ju me mundësi, me ndihmë, me para. Shtëpia juaj bëhet një vend ku njerëzit ndihen mirë dhe kjo tërheq edhe më shumë njerëz të mirë. Pra, pyesni veten çdo mbrëmje, sot, sa mirësi dhash? Sa më shumë, aq më shumë bollëk do të hyjë në derën tuaj. Shenja e katërt, harmonia familjare, themeli i fatit të qëndrueshëm. Në një shtëpi ku dëgjohen të qeshura, ku fëmijët luajnë pa frikë, ku bashkëshortët flasin me respekt, energjia është e pastër si kristal. Konfliktet, britmat, heshtjet e rënda krijojnë turbullira në energji, si baltë në një lumë që pengon rrjedhën. Por kur ka paqe, dashuri dhe mirëkuptim, shtëpia bëhet një fortesë e bollëkut. Mjeshtri Lin na këshillon, zgjidhni grindjet me butësi, dëgjoni me zemër, falni shpejt. Çdo herë që zgjidhni harmoninë në vend të egos, ju pastroni rrugën për pasuri.
Fëmijët rriten me vetëbesim, bashkëshorti juaj ju mbështet më shumë dhe së bashku krijoni plane që sjellin sukses. Imagjinojeni darka familjare ku të gjithë buzëqeshin, kjo është receta sekrete për një jetë të begatë. Shenja e 5, elementet natyrore, bimët dhe uji, aleatët më të fuqishëm. Bimët e gjelbra janë si mushkërit e shtëpisë, ato pastrojnë ajrin dhe sjellin simbolin e rritjes. Një bimë e shëndetshme në cepin juglindor, këndin e pasurisë sipas Feng Shuit, është si një motor që punon për ju 24 orë. Uji në lëvizje, një shatërvan i vogël, një akuarium me peshq të kuq, aktivizon elementin e ujit që do të thotë rrjedhje parash. Por kujdes, bimët e thata apo uji i ndenjur sjellin stagnim. Mbajini të gjalla, të pastra, të ujitura. Kur shihni gjethet jeshile të shkëlqejnë dhe dëgjoni zhurmën e lehtë të ujit, ndjeni se bolloku po rrjedh drejt jush si një lum i pashtershëm. Shenja e 6, vizitat e shpeshta nga njerëz të mirë, bekimet që vijnë vetë. Kur dera juaj hapet shpesh për miq të sinqert, për njerëz që ju duan mirë, për vizitorë që sjellin buzëqeshje, shtëpia juaj mbushet me energji të re. Çdo vizitë është një rikarikim i energjisë. Mjeshtri linfot, mikpritja e hapur e bën shtëpinë një magnet për mundësi. Njerëzit e mirë sjellin lajme të mira, ide biznesi, ndihmë financiare pa e ditur. Pra, mos u mbyllni, ftoni, gatuani, bisedoni. Çdo qeshje që dëgjohet në shtëpinë tuaj është një farë pasurie që do të mbi. Shenja e 7, mungesa e stresit financiar dhe borxheve, liria energjetike. Borxhi është zinxhir energjetik, sa më i madh, aq më shumë ju tërheq poshtë. Por kur përballeni me financat me guxim, bëni plan pagesash, kurseni pak çdo muaj, energjia ndryshon. Shtëpia juaj fillon të marrë frymë lirisht. Përdorni simbole, monedha kineze të lidhura me fjongo të kuqe në derën e hyrjes, një vazo me monedha ari artificiale në cepin juglindor. Këto nuk janë magji, janë fokusues mendje që ju kujtojnë, unë jam i lirë, unë tërheq bollë. Kur stresi financiar largohet, hapësira për pasuri të re hapet gjerësisht. Shenja e 8, hapësira e shenjtë ose këndi i qetësisë, speranca e shtëpisë suaj. Çdo shtëpi ka nevojë për një cep të shenjtë, një tryezë e vogël me qiring, kristale, një libër mirënjohjeje ose thjesht një jastër ku uleni dhe meditoni. Këtu falënderoni çdo ditë për atë që keni, këtu kërkoni udhëzim. Ky kënd ju mbron nga kaosi i jashtëm, nga stresi, nga negativiteti. Është si një fortesë e brendshme që ruan harmoninë. Kur keni këtë hapësirë, shtëpia juaj bëhet e pathyeshme dhe bolloku vjen natyrshëm, pas forcim. Të dashur shikues, Feng Shui nuk është vetëm rregullim mobiliesh, është arti i jetës, harmoni mes jush dhe hapësirës që ju rrethon. Filloni me një ndryshim të vogël sot dhe shikoni si bota ju përgjigjet me dhurata të mëdha. Nëse këto 8 shenja po shfaqen në shtëpinë tuaj, ju jeni tashmë një magnet i fuqishëm pasurie. Vazhdoni kështu. Faleminderit që ishit këtu me mua. Ne do të takohemi në videon tjetër. Bekime dhe bollëk për secilin prej jush.